tillë që njihet për një gjë specifike. Brenda shtëpisë aty nuk e di se sa do të funksiononte, megjithatë Iqbalja është një emër i lakuar. Ajo është përfaqësuese një sekti fetar, ka 3.000 ndjekës në rrjetet sociale në Instagram dhe mediat nga Kosova kanë raportuar se ajo ka qenë e arrestuar me akuzën për veprën penale, shtyrje për kryen e veprave terroriste. Pra, shtyrje për kryerjen e veprave terroriste. Ky është emri i parë që erdhi në pjesën e dytë të listës, se një pjesë e postuam në Instagram ditë më parë, në Instagram po dhe në YouTube. Mirë, a ju kujtohet një këngë, e kujna lule, kujna, po TikToku na e bomboi veshin, na e bombardoi, dhe u bëj famshëm Bejta. Bejta është pikërisht këngëtari i hitit Lule. Ka 35.000 ndjekës. Kënga e tij Lule, por dhe këngë të tjera janë bërë virale nga TikToku. Por, njëkohësisht, ai është përmendur shumë në rrjetet sociale dhe në portalet e Kosovës, më pak në Shqipëri. Është shumë i pakur në Shqipëri, shumë pak i njohur në Shqipëri. Bejta është përmendur sepse nuk e di kush e hodhi këtë thashethemin, por u diskutua që Bejta mund të ishte djali i Sabrit Fejzullaut. Një lajm që qarkulloi mirë, edhe kjo e dha pjesën e vetë të famës djalit, por më pas gjithçka u sqarua dhe jo, nuk ka lidhje fare me këngëtarin e njohur Sabri Fejzullau. Bejta ka bërë këngën e tij Lule, shumë të famshme, virale në TikTok, dhe gjatë një performance në lokalin ku ishte i ftuar, njerëzit që qëndrojnë prapa këngëtarit, pra në pjesën e DJ-t, e kanë xhiruar. Dhe nuk e di se çfarë lloj pantalloni kishte veshur Bejta, por u komentua sikur poshtë pantallona e kishte veshur mbathje tanga. Nuk e di se çfarë provokoi një thashethem i tillë, një fakt i tillë. Nuk e di au sqaruan herë kjo histori dhe ç'na duhet ne dhe ç'i duhet njerëzve. Megjithatë do bëhet se bëhet një gjë që të përflitesh dhe u përfolën tangat e Bejtas një lloj sa kënga e tij në mos më shumë. Emri i dytë pra ishte pikërisht ky këngëtar. Emri tjetër është Mentor Haziri. Rrethet artistike, kemi miq të përbashkët, Jona Sopin, Vesa Lumën, tregojnë gjithmonë që Mentor Haziri, kur del, këndon në performancat e tij, në intervistat e tij, është një djalë shumë korrekt. Njihet për zërin dhe timrin e tij shumë veçantë, por që është një personazh me shumë humor, shumë i shoqërisë dhe shumë interesant.